Ndiqni këto 6 praktika të përditshme që do ta ndryshojnë jetën tuaj. Ndëgjoni. Lexoni kapitullin Ikhlas, Kul huwallahun 10 herë çdo ditë. Do të keni një pallat në xhennet, ashtu ka premtuar pejgamberi alayhis salatu wassalam. Çdo ditë xumaje lexoni kapitullin Kehf, sepse Allahu Gjeleshanuhu do t'i ndriçojë ditët tuaja mes 2 xumajave. Mësoni 10 ajetet e para të surës Kehf, sepse Allahu Gjeleshanuhu do t'ju mbrojë inshallah nga fitneja e Dejjalit. Lexoni ajetul Kursi mbas çdo namazit, mbas 5 kohëve të namazit, mbas çdo namazit, sepse pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thënë, kush lexon ajetul Kursi mbas çdo namazi, ata nuk e ndan nga xhenneti përveç vdekjes. Do me thënë, xhennetin inshallah e ka të garantuar. Para gjumit lexoni çdo herë kapitullin Kafirun, sepse ajo të mbron nga shirku, nga politeizmi, Allahu na ruaj. Thuaj 100 herë në ditë, subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-azim. Allahu Gjeleshanuhu do t'i fshi gjinahet edhe nëse ato janë sa shkuma e detit. Nëse mendoni se keni dobi nga këto përmbajtje fetare, na ndiqni në kanalin tonë në YouTube edhe në Instagram. Allahu është përmleft. Wassalamu alaikum.